Para çdo takimi mundohem që edhe mos me u gëzu shumë, edhe mos me u hidhru shumë. Ka ndodhur që kemi humb finalet, ka qenë humbje e rëndë. Humbjet më të rënda ka qenë gjysmë finale, sidomos ato kur kemi menduar që lehtë do të fitojmë dhe do dalim në finale, me shumë emocion, kisha me thonë. Ishin momente kur zhvillonim ndeshjet në Shqipërinë. Njerë ishte problemi se si do ta kalojmë kufinin. E thonë të vërtetën edhe para çdo takimi mundohem që edhe mos me u gëzu shumë, edhe mos me u hidhru shumë. A me mujt me gjetë të qejse. Po, me mujt me gjetë. Do më thënë duhet paraprakisht me u pregadit për çdo rezultat. Ka ndodhur që kemi humb finalet, ka qenë humbje e rëndë. Humbjet më të rënda ka qenë gjysmë finale, sidomos ato kur kemi menduar që lehtë do të fitojmë dhe do dalim në finale, sepse arritjet kulminante janë kur vinin finale. Edhe kam zhvilluar disa finale, normal disa i kemi fitu, por ato që si kemi fitu kanë qenë momente të vështira. Po ndoshta për me qajt janë momente kur me shumë emocion, kisha me thonë, ishin momente kur zhvillonim ndeshjet në Shqipërinë. Njerë ishte problemi se si do ta kalojmë kufinin, mandej kur kalum kufinin, u vendosëm në hotel, ishte çdo gjë në rregull, mandej të nesër ishin emocionet më të mëdha, kur kemi taku personalitetet të cilët nuk kemi mujt mi taku se s'kemi pas drejtë, që kemi ndigju përmes televizionit. Edhe ata për neve dhe na për ata, do më thonë, na nuk kemi mujt. Pas luftës për shembull, apo edhe para luftës kur fillum me zhvillu aktivitet paralel, ishte emocion i veçantë kur shkum ndeshjen e parë me zhvillu në Tetov me shqiptarët në Maqedoni. Më kujtohet edhe atje ishin shqiptarët të cilët në shumë presion. Ishte shumë futbollistë të cilët ishin thuajse qytetarë të rendit të dytë, edhe ne u trajtojshim në atë formë. Ne këtu thuajse na larguan prej punës, na i mbyllën stadiumet, ishte gjendje e vështirë dhe ai entuziazmi të cilin nuk mund të harroj kurrë në Tetov, i aty në mikpritësve të cilët vëllazërisht na pritën aty dhe bënën çmos që të zhvillohet ndeshja, sepse ishte pengesë, pengonin organet atëherë të Maqedonisë që të zhvillojnë ndeshjen. Por kanë qenë emocionet pa përshkrueshme kur ishe masa turma vinë dhe thojnë nëse nuk na lënë stadionin, na do t'i thënë byrt. Edhe ishin qaq kam ngulës, sa që e pan ata që kjo do të ndodhë, edhe në momentet e fundit edhe u hap stadiumi. Kjo ishte pjesa tjetër e lojës, ishte gjë normale, krejt. Por krejt deri te ajo loja ishte shumë emocionuese, ajo kur vinin qytetarët na përqafonin, ishte diçka e papërshkrueshme. Unë isha më i ri.